Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin përjavshëm Besimi krishterë ortodoks. Data 17 janar është një ditë e veçantë në kalendarin liturgjik, sepse ne të krishterët ortodoks kremtojmë Shën Antonin në Mall, ose Aba dhe Atin e Muqerve. Por në datën 17 janar, ne shqiptarë në përgjithësi dhe ne të krishterët në veçanti, nderojmë në mënyrë të veçantë edhe fjetjen në Zotin të Gjergj Kastriot Skënderbeut, atletit të Krishtit, princit të Epirit, mbretit të arbërve dhe heroin kombëtar, i cili fjeti në Zotin në 17 janar të vitit 1468 dhe në këtë datë sot ne kujtojmë 558 vjetorin e fjetjes së tij në paqe. Kush është Gjergj Kastriot Skënderbeu? Patjetër që shumica dhe mos them të gjithë e dinë se kush është figura e tij, por le ta kujtojmë. Ai lindi në një familje të krishterë fisnike feudale kastriotave nga prindër të krishterë Jovan dhe Vojsava më 6 maj të vitit 1405. U pagëzua që fëmijë i krishterë ortodoks me emrin Gjergj për nder të Shën Gjergj Trofeprusit, i cili nderohet në 23 të prillit. Jetoi si krishterë deri në ditën kur mor peng bashkë me tërë vëllezërit e tij në oborin Osman të Sultan Muratit. Kjo pegmarrje ishte një praktikë që osmanët e përdonin shpesh të mbanin në presion familjet princerore, mbretërore të pushtuara që ato të mos grinin krye kundër pushtimit osman. Kështu që ata morën peng edhe 3 fëmijët e Jovan Kastriotit dhe i çuan në oborret e sultanit. Aty Gjergji u konvertua me imponim pa dëshirën e tij në musliman, u arsimua dhe hyi në shërbim të sultanit në ushtrinë e Iniqierve, ushtri elitare që përbëhej nga pengjet e fëmijëve të krishterë. Shërbeu si oficer i lartë në ushtrinë osmane për gati 20 vjet. U dallua për virtutet e larta, trimërie, guximi dhe heroizmi dhe një strateg shumë i Zotit. Për këtë mori shumë ndere dhe titull ushtarak, si ai më veçanti Skënderbej që thot Aleksandër i Madh, ju dha edhe titulli Bej i Sanxhakut të Dibrës në vitin 1440. Të gjitha këto ndere dhe titull sultani i jepte për ta joshur dhe për ta mbajtur në shërbimin e ushtrisë së tij pushtuese. Por edhe nga gjitha këto ndere osmane, brenda Gjergjit nuk ishte shuar dashuria për fen e të parëve të tij, për besimin në Zotin Jezu Krisht dhe për adheun e robëruar arbërin. Ai ishte dhe mbeti në shpirt i lirë i krishterë ortodoks dhe atëdashës, duke pritur rastin e volitshëm që të rebelojë bashkë me ushtarët e tij besnik dhe bashkombas. Kështu në vitin 1443 ai braktisi osmanët gjatë betejës së Nishit, shkoi në Krujë dhe shiroi në mes të entuziazmit të madh të popullit, tha me nderim dhe përsi këto fjalë lapidare. Liri nuk e solla unë, por e gjeta midis jush. U shpall sundimtari i Krujës, Stefigradi dhe Modriçit, dhe në vitin 1444 me iniciativën e tij priu kuvendin e princave shqiptar, fatkeqësisht të përçarën atko, në një bashkim bese përballë armikut të përbashkët osman në lidhjen e Lezhës të mbajtur në kishën e Shën Nikollës. Personaliteti i tij i shquar ishte i pajisur me shumë virtute të krishtera, siç ishin mbretërit e shenjtë krishterë me origjinë ilire, perandorët e famshëm Konstantin i Madh dhe Justiniani. Po ashtu, ai bëri bashkimin e princave dhe me heroizmin e popullit arbëror bëri të shkruaj faqja më e ndritshme e historisë së popullit ton, të vogël por trim. Është fakt historik i pakundërshtueshëm se si një strateg i përkryer me një ushtri modeste, për gati 10.000 ushtarësh, shumica atyre pa shkolla ushtarake, por bari, nga viti 1443 dhe në vitin 1468, ai shliroi tokat e arbërisë të pushtuara dhe nga 30 luftra pati 29 të fituara dhe vetëm një të humbur, ajo e Beratit me tradhti nga brenda. Kështu mundi të shkatërroi mitin e perandorisë pothuajshme osmane. I theu hundët turqve që pushtuan në vitin 1453 qytetin e pathyeshëm 1000 vjeçar të Konstantinopolit, por ata nuk arritën do të pushtonin Krujën. Ashtu si ka thënë edhe episkopi Fanoli, si historian dhe studius, shkrimtar dhe përkthyes, edhe në lidhje me figurën e Skënderbeut. Fanoli ka thënë këto fjalë: Skënderbeu ka mbrojtur me sukses Krujën kundër 3 rrethimeve të Muratit të dytë dhe Mehmetit të dytë, 2 pushtonjësve më të tmerrshëm të kohës
që kishin në dorë ushtrinë më të fortë të botës. Dhe sipas Voltaire, shkrimtar francez, na thuan këto fjalë: sikur ta kishte mbrojtur Skënderbeu Konstantinopoljën, turqin nuk do kishte mundur ta merrin në maj të vitit 1453. Nëpërmjet kontributit të tij, u valvit akoma dhe për shumë kohë në tokën e lire dhe arbërore, flamuri me shqiponjën me 2 krerë, simbolin e perandorisë së krishterë, ku fatkeqësisht mbi kështjellat e poshtuara të krishterëve në Evropën lindore prej kohësh valvitej arrogant flamuri me gjysmën, simboli i osmanëve pushtues. Ai ndaloi dyndjen barbare të turqëve në Evropën perëndimore, mbrojti qytetrimin evropian nga shkatrimi që do të vinte patjetër nga plaçkitjet, mizoritë, kultura dhe feja antikrishte e osmanëve. Kështu me të drejtë u lartësua si herojin kombëtar dhe figura më frymëzuese për çdo shqiptar, por dhe europian dhe për çdo popull që aspiron lirinë nga pushtuesit, sado të fuqishëm që të mund të jenë ata. Gjithmonë ai e shkroi veten si zoti i arbrit, latinisht Dominus Albanian, dhe nuk pretendoi tituj të tjerë përveç tij në dokumentet zyrtare. Në përkrenarjen e tij ka simbolin e kokës së dhis, simboli i Aleksandrit të Madh, që ruhet kjo përkrenare në Muzeun e Vjenës së bashku me shpatën ceremoniale. Shkruhen dhe disa iniciale IN, PE, RA, TO, REBT, dhe janë në latinisht, e cila përkthehet në shqip: Isu Nazaretasi, bekon Skënderbeun, princi i Matit, mbreti i Shqipërisë, tmerri i Osmanëve, mbret i Epirit. Në vitin 1451 nënshkroi traktatin e Gaetes, ku njohë sovranitetin de jure të mbretërisë së Napolit mbi Arbërinë, dhe pse ai mbeti një sundimtar de facto i pavarur. Në vitin 1460-61 mbështeti Ferdinandin e Napolit në luftra kundër Gjonit të Parë. Në vitin 1463 ai u bë komandant kryesor i forcave kryqëtare të Papa Piut të dytë, por Papa vdiq ndërsa ushtria ende po mblidhesh. Së bashku me Venedikasit ai luftoi kundër osmanëve gjatë luftës osmane-venedikase të viteve 1463-1479. Ai ishte edhe mbeti i krishterë ortodoksë, ky është një fakt që ne duhet ta themi. Edhe pse ai pati lidhje diplomatike me Vatikanin ose simpatinë e Papa Piut të dytë, i cili shpreh për atë me admirim me këto fjalë: Gjergj Kastrioti kaloi gati gjithë jetën e tij duke luftuar për kauzën kristiane. Është zor me gjet një pris kryqëzate që mund krahasohet me të, pra janë fjalët e Papa Piut të dytë. Por ai përsëri nuk e ndëshoi besën e tij, nuk u konvertua në romano katolik, por mbeti i krishter ortodoks, siç ishte besa e të parëve tyre. Por edhe pse ai pati bashkëpunim me Venedikasit, përsëri kjo nuk do thotë se ai u konvertua në besimin katolik. Ka shumë fakte historike bindse për këtë vërtet që ai mbeti ortodoks. Për shembull, nga jeta e Shënifonit, patriarku Konstantinopolës, flasim i shekulli i 15, kemi fakte se Shënifoni ka pasur një lidhje vllazërore me Gjergj Kastriotin, duke pirë gjak nga njëri tjetri, duke i quajtur vllami i Skënderbeut. Shenjtori, pra Shënifoni, qëndroi dhe i shërbeu si prift ortodoks në Krujë. Këto fakte na tregojnë nga vepra hagiografike ortodokse jeta dhe veprimtaria e Nifonit, patriku Konstantinopolës, zbatuar në Bukuresht në vitin 1937, ku na jepen të dhëna lidhje me aktivitetin e Nifonit në Shqipëri. Të dhënat janë përkthyer nga romanishtja për teologut Zoti Dimir Derbeduli dhe na thuhet për Shënifonin. Dhe Zaria me Nifonin, si ndenjën pak kohë atje në orë, deshën të shkojnë në vendin e Aksalumit. Këtu kuptohet Shqipëria. Me ata u bashkuan dhe shumë të tjerë dhe u nisën nga Justiniani, disa nga ana e tokës, disa me anije dhe arritën një qytet të madh me emrin Durrës, i cili dhe në vendin e Aksalumit dhe që andej, i cili është në vendin e Aksalumit dhe që andej u ngjitën në qytetin e Krujës, që është rreth 6 mijë larg nga Draçea, Durrësi. Shkuan te Gjergji, prisi i Shqipërisë, i cili quhet Skënderbe. I pranoi me gëzim të madh dashurisë sepse edhe ky kishte dëgjuar për jetën e tyre. Dhe vendosi Zarien atë shpirtëror, mësues dhe edukator për gjithë njerëzin, ndërsa Nifonin me bekimin e kryepeshkopit të Krujës e bëri prift atje.
Historiani Mojkom Zeqo, duke u bazuar te shkrimet dhe kërkimet e Faikonicës dhe Peshkopit Fanoli, e veçanërisht në librin Shënifoni Patriarku Konstantinopolës, botuar në Athos të vitit 1905, na thot se Nifoni ka vdekur në Athos, ku gjendet dhe reliket e tij. Në shumë kisha janë piktuara freske me figurën e Nifonit. Ato tregojnë Nifonin duke mbajtur në dorën e majt Biblën e Shenjtë dhe me dorën e djathtë dhe gjestin e bekimit. Këto freska janë shumë dhe përbën një koleksion shumë të rëndësishëm të një personazhi të shquar shqiptar të shekullit të 15, pra flasim për Shën Nifonin. Ai që më tërhoqi vëmendjen veçanërisht është se në qelen e Nifonit, ku gjendet dhe biblioteka e tij, ekziston një portret i Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ky portret është i botuar në faqen 29 të librit dhe i paraqet Skënderbeun në profil me një mjekër të gjatë dhe të përdredhur, me përkrenaren e tij, me kokë dhije, dhe më e habitshmja është se ky portret në formë ikone ka të shënuar në shqip me gërma latine mbi shkrimin Skënderbeu Kastrioti. Pra, shikojmë që Shën Nifoni e kishte jo vetëm për zemër, por e kishte afrimitet me Gjergj Kastriot Skënderbeun, sepse edhe kur ai u gjend pastaj në Athos, që u internua atje, ai e kishte me vete edhe figurën e Gjergj Kastriot Skënderbeun, që quhej edhe vllami i Skënderbeut. Po ashtu kemi dokumenta për akte dhurimi të familjes Kastriotave për manastirin ortodoks të Ilandarit në Malin e Shenjtë, në Greqi, në Athos. Por çështjen që jemi duke diskutuar janë me rëndësi 2 akt dhurimi diploma që mbajnë numrin 82 dhe 105. Sot ruhen brenda fondeve të dokumenteve të cili liget të arkivit të manastirit të Ilandarit. Akti i parë është një akt dhurimi i përpiluar në vitin 6934, sipas kalendarit bizantin, i përgjigjet datës prej 1/9/1425 deri në 31/8/1426. Në zyrën e princit Arber Gjon Kastrioti dhe i kushtohet manastirit të Ilandarit. Ndërsa akti i dytë doli nga zyra e manastirit të Ilandarit dhe është pa datë eksakt e këtij akti duhet kërkuar brenda viteve 1426-1431 dhe i kushtohet Jovan Kastriotit. Nga akti dhurimi i dytë në Ilandar kanë mbetur vetëm gërmalla të pirgut arbëror në kodrën mbi manastirin e Ilandarit dhe varri i Reposhit brenda në katedralen e Ilandarit. Mbi varrin e tij është afreska me subjekte kishtare mbi shkrimi i datës 6936, që korespondon i pari data 1 i muajit të 9 i vitit 431 ose 31 muajit të 8 1431. Mbi varrin e Raposhit provon se ishte fjala për një princ duk i lirë, përkatësisht princ arbëror, pra tu na tregon se Raposhi ishte vllai i Gjergj Kastriot Skënderbeut, që ka qëndruar si murg në Athos dhe është varrosur atje. Pra kjo tregon lidhjen që kishte familja e Gjergj Kastriot Skënderbeut me atin e tij Jovanin, por edhe me vllain e tij Raposhin, dhe që kishin lidhje me manastirin ortodoks të Ilandarit. Prandaj edhe Gjergj Kastriot Skënderbeu kishte nga tradita familjare besimin e krishter ortodoks dhe u pagzua si ortodoks, por dhe vdiq si krishter ortodoks. Vdekja e Gjergj Kastriotit ishte paqësore nga ethet e malarjes, ose ndoshta edhe nga ndonjë helmim i ngadalt nga venedikasit e pabes, ashtu si na thot edhe Konstantin Jeriček, historian dhe albanolog nga Çekia në librin Historia e Serbëve, se venedikasit shpallën si çmim pagese të përjetshme prej 100 dukatësh për vrasjen e Skënderbeut. Në 17 janar të vitit 1468, ai dha shpirtin e tij në paqe tek Zoti Isu Krisht, Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve. Vdekja e tij tronditi botën e krishterë dhe shumë u shprehën me hidhërim. Sipas Marin Baletit, shkrimtar historian dhe të librit Historia e Skënderbeut, aty na shkruan: kur e dëgjoi që Skënderbeun po i qanin të vdekur, Lek Dukagjini, princi e period, doli me vrap në mes pazarit me fytyrë të pikulluar e me zë të lartë, tha duke shkulur mjekrën dhe flokët: Mblidhuni me vrap të gjithë, o princër sundimtar arbëror, sot u bët sop dyert e Epirit dhe të Maqedonisë. Sot u rrëzuan muret dhe fortesat tona, sot u shua Kret, së bashku me këtë njeri çdo shpresë e jona. Mbretëresha e Anglisë, Elizabeth, në librin e lutjeve botuar në vitin 1559 shkruan: 17 janari, si sot,
vdiq princi i mirë Skënderbeu, mbreti i Epirit dhe shparosi i turqve. Madje edhe armiku i tij më i madh, Sultan Mehmeti II, edhe pse u gëzua nga vdekja e tij, u detyrua nga fama e tij e merituar thoshte këto fjalë: kur s'ka për dal mbi tokë një luan i tillë. Sipas Zotit Jezu Krisht, thënë unë gjithë, të gjithë ata që rrokin shpatën nga shpata do të vdesin, pra ka fjalën që ata vrasin jetë njerëzish, do t'ju merret jeta. Por, të gjergjt Kastriot Skënderbeu, ashtu si dhe të shumë mbretër shenjtor, ata vdiqën në paqe. Kjo na jep një dëshmi se lufta e tij nuk ishte një aventurë si kalorësit e mesjetës apo plashkitës si degraduan krishtarët, por lufta e tij ishte me ideale të larta hyjnore dhe humane. Ai luftoi luftën e drejtë për fenë krishterë dhe për atheun arbëror. Prandaj ai duhet të nderohet jo vetëm si një hero kombëtar, por dhe si një mbret i shenjtë i krishterë që mbrojti krishtërimin nga proselitizmi i dhushëm islamik. Pavarësisht se është i pakanonizuar nga Kisha Katolike Apostolike Ortodokse për arsye politike të kohës dhe nga frika nga akmarrja osmane, që shkatruan çdo kujtim të tij, varrin e tij, madje edhe eshtrat e tij, këtë nderim si shenjtor të pashpallur ja kanë dhënë shqiptarët menjëherë pas vdekjes dhe sidomos në të kremten e Shëngjezhit në 23 prill. Për shembull, arbëreshët, të cilët janë ata që emigruan nga rreziku i pushtimit osman pas vdekjes së Skënderbeut, ata e kanë gjesh Kastriotin shenjtin e etnosit të tyre. Herojin kombëtar Gjergj Kastrioti në disa krajina të Shqipërisë filloi të kremtojë në ditën e martirizimit të Shëngjezhit. Gjergj Kastrioti ishte bërë simboli i princit të krishterë, i cili luftonte kundër dragojit perandorisë osmane, që ishte kundër vetë Evropës, ashtu siç edhe Gjergj Trofeprursi luftoi dhe mundi dragojin. Pra kemi një përngjasim të Gjergj Trofeprursi me Gjergj Kastriot Skënderbeu. Kastrioti paraqitej hipur në Kal duke luftuar me dragojin e Turqisë, që ishte kundër vën krishtërimit. Një traditë popullore thotë se Gjergj Kastriotit i shfaqet Shëngjezh Trofeprursi dhe i thotë këto fjalë: "Ktheu tek populli yt në Arbëri, se populli i pushtuar ka nevojë për trimërinë tënde që të çlirohet prej osmanëve." Po ashtu në lagjen Berish të Zymit të Hasit ka një kishë e cila dedikohet Shëngjezhit, por në ditën e tij kremtoi edhe nderimi për Gjergj Kastriot Skënderbeun, të cilët populli e nderonte si një shenjtor pavarësisht se ishte i pashpallur kanonikisht nga kisha. Madje gjatë një të kremte të tillë janë masakruar disa priftëri dhe ushtar. Kjo dëshmohet nga varret e tyre të cilët gjenden pranë kishës. Pavarësisht se për figurën e tij mitike si frymëzues dhe dashës dhe liridashës, jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë ata popull që aspirojnë për qenë të lirë, janë shkruar fatkeqësisht dhe shkruan akoma deri më sot fjalë edhe të padenja kundër këtij personaliteti historik shumë dimensional, politikan, ushtarak, që është shkruar nga ata njerëz të cilët nuk e duan figurën e tij, sepse figura e tij heroike dhe lufta e tij e shenjtë për fe dhe për ade është për ata një kujtim i humbjes së turpshme ose vrasje ndërgjegje për atë që ata bën me të parët e tyre, që tradhtuan kauzën e tij për fe dhe për ade dhe u bashkuan me poshtuesit dhe ndryshuan besimin e tyre. Pavarësisht nga këto fjalë, figura e tij është një figurë që nuk mund të shuhet, por është një figurë që gjithmonë spikat dhe është një figurë që i bashkon të gjithë shqiptarët si nderi i kombit ton, si heroi ynë kombëtar, dhe prandaj është në interesin ton që kjo figurë të mbahet gjithmonë lart në piedestalin që e meriton dhe duhet ta nderojmë kujtimin e tij gjithmonë, ashtu siç na thotë edhe shkrimi i shenjtë, i drejti do të kujtohet për jetë. Po ashtu kemi detyrë patriotike të mos lejojmë këto zëra të flasin nga do që na vinë nga jashtë dhe nga brenda kundër herojit ton kombëtar, sepse edhe sipas shkrimtarit të madh Ismail Kadare, neve duhet të bëjmë kujdes. Ai na thotë, të çmitizosh figurën e Gjergj Kastriot Skënderbeu do të thotë të bësh sulm kundër konceptit të Ilirisë. Çmitizimi i tij është një nga turpet e kombit shqiptar. Me këto fjalë unë dua ta mbaroj edhe bisedën për sot dhe të dashur të krishterë, por dhe shqiptar, gjithmonë ta keni parasysh datën 17 janar
në nderim dhe kujtim të Gjergj Kastriot Skënderbeut, heroi ynë kombëtar, atleti i Krishtit, mbreti i Epirit. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.